Mbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve. Këtu në ABC News, unë jam Kasandra Pali dhe së bashku do t'jemi në minutat që në vijim. Një zjarr i madh ka shpërthyer në kodrat pranë fshatit Hoshtim të Vlorës. Flakët të favorizuara edhe nga era e fortë janë përhapur me shpejtësi të madhe nga kodrat tek barrezat e fshatit, duke rrezikuar edhe disa banesa. Për arsye sigurie janë evakuuar banorët e tyre, ndërsa për gjatë orëve të fundit flakët po avancojnë drejt një tjetër fshati, drejt Kërkovës. Disa automjete zjarrfikse po punojnë për vënien nën kontroll të flakëve, si edhe ka nisur ndërhyrja me ujë nga ajri me helikopter. Në operacion për shuarjen e zjarrit janë përfshirë edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe po ashtu edhe banorët të zonës. Ne do vijmë të mbetemi po tek kjo ngjarje, në fakt, tek zjarri i madh që ka shpërthyer në kodrat pranë fshatit Hoshtim të Vlorës, për të mësuar se si paraqitet situata aktualisht. Kam në një lidhje të drejtë për drejtë direkt nga Vlora, kolegun Elton Nika. Elton, të përshëndes, çfarë po ndodh, si paraqitet situata aktualisht? Aktualisht ndodhem në fshatin Kërkov, aty ku vijohet ende kryesisht nga ajri me helikopter, për të bërë të mundur që edhe ajo vatrë e cila tashmë është ende aktive të normalizohet totalisht. Në fakt, zjarri ka qenë një fuqishëm, nisi nga barezat e fshatit Hoshtim, dhe më pas në kodrën e fshatit Hoshtim kanë qenë disa banesa të cilat janë evakuuar për të shmangur rrezikun, duke avancuar më pas drejt fshatit Kërkov. Në teren kanë qenë të gjitha strukturat, forcat e policisë, të FNSH-s, por edhe banorët të zonës, të cilët do të mundur me ndërhyrje nga tereni, por më pas edhe me helikopterin nga ajri për të lokalizuar flakët dhe për të minimizuar përhapjen e tyre. Megjithatë, dëmet janë të konsiderueshme në barrezat e fshatit Hoshtim, siç i kemi edhe nga pamjet që kemi përcjell në ABC News, ndërkohë që në këto momente që flasim vijohet ende me struktura të jenë prezente në fshatin Kërkov, siç e thash, pra nga ajri me helikopter për të bërë të mundur që gjithçka të normalizohet dhe situata të jetë edhe më e qetë. Padyshim që ajo që flitet deri në këto momente është në dyshimin kryesor për zjarrvënie të çmundshme apo për një gabim njerëzor pikërisht në barrezat e fshatit Hoshtim, pranë tyre, që bëri të mundur më pas edhe përhapjen e flakëve. Megjithatë, siç e konfirmoi edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës, zoti Ermal Dreda, por edhe prefekti i fshatit të Vlorës, zoti Kreator Nesturi, do të ketë një hetim referuar situatës së krijuar, por edhe evidentim të dëmeve të shkaktuara nga zjarri pikërisht në Hoshtim dhe në Kërkov. Ne mund ndjejmë në këto momente edhe helikopterin i cili ndodhet pas krave të mi që është duke vijuar punën për të bërë të mundur edhe shuarjen e flakëve në afërsitë të fshatit Kërkov. Siç e thash, pra do të ketë një hetim më të detajuar, do të ketë një evidentim të dëmeve të shkaktuara pikërisht në ullishte, nëse ka patur dëme të konsiderueshme apo jo në këto të fundit. Megjithatë, në këto momente që flasim, e rëndësishme është që gjithçka të përfundojë sa më shpejt, pra të mos kemi reaktivizim të vatrave të zjarrit. Pra ky mbetet problemi kryesor, reaktivizimi i vatrave të zjarrit, dhe pikërisht për këtë qëllim po punohet qoftë nga toka, qoftë edhe nga ajri. Mund të themi që në fshatin Hoshtim situata është normalizuar, mbetet, siç po të them, pikërisht një vatër në fshatin Kërkov, atu ku vijohet punohet kryesisht nga ajri, por në teren janë edhe forcat, të gjitha strukturat e forcave zjarrfikse, por edhe forcat e policisë dhe banorët të zonës, ndërkohë që mund të themi referuar situatës së mëparshme, tashmë gjithçka është drejt përmirësimit, pra është një situatë disi më e qetë, pavarësisht faktit që vijohet të punohet. Pra në këto momente që flasim, Elton, banorët e fshatit Hoshtim janë evakuuar apo jo? Po si po çfarë po ndodh? Ka patur dy banesa në afërsitë të fshatit Hoshtim, pra pikërisht pranë varrezave të qytetit, të cilët janë evakuuar, nuk janë rrezikuar, por për të shmangur çdo lloj problematike që mund të krijojë qoftë edhe nga tymi, zhvendosur nga forcat e policisë të evakuojnë banorët. Në momentet që flasim në fshatin Hoshtim, situata është normalizuar, është më e qetë. E thash, në fshatin Kërkov, ku edhe unë ndodhem aktualisht, vijohet të punohet kryesisht nga ajri për një vatër zjarri, por edhe për të bërë të mundur që mos kemi reaktivizim të vatrave dhe sërish të kemi situata problematike, kryesisht në fshatin Kërkov. Edhe forcat e tjera nga tereni... Po në fshatin Kërkov rrezikohen banesat, Elton? Fatmirësisht jo, mund të themi që zjarri është larg banesave të fshatit Kërkov, pra nuk ka
rrezik për banesat, megjithatë në këto momente gjitha strukturat. Mirë, me sa duket kemi një vështirësi në komunikimin me kolegun Elton Nika, i cili në fakt në këtë moment është pozicionuar në fshatin Kërkov, një fshat nga i cili janë përhapur flakët, fillimisht të nisura në Hoshtim dhe më pas në një tjetër fshat. Po, Elton? Pikërisht në këto momente, ta shikojmë është pikërisht dhe helikopteri që vijon të hedh ujë nga ajri, ndërkohë që dhe forcat e tjera janë në teren, nëse do të jetë nevojshme për të ndryrë edhe në vatën e zjarrit, e cila ndodhet aktualisht në fshatin Kërkov. Megjithatë, ajo çfarë po synohet është pikërisht ajo që e kemi ripërsëritur, të ndërhyet për mos patur riaktivizim të vatrave të zjarrit dhe mos kemi sërish situata problematike. Gjitha strukturat vijojnë të mbeten ende në teren për çdo lloj problematike që mund të krijohet. E qartë, falenderoj për raportimin e drejt për drejt. Nga Vlora shkojmë në Durrës, ku edhe aty për fat keq është regjistruar një zjarr i përmasave të mëdha, i cili ka përfshirë tregu në zonën e plazhit tek sektori Hekurudha të qytetit bregdetar. Flakët janë përhapur me shpejtësi në të gjithë tregun që gjatë verës përdoret nga tregtarët ambulant. Fatmirësisht nuk raportohet për personat lënduar, ndërkohë që mjetet e zjarr fikse të Durrësit, portit edhe disa bashkime të tjera fqinje kanë vënë flakët nën kontroll. Unë do të lidhem direkt nga vendngjarja me kolegun Leonida Musaj për të mësuar si sirë situata aktualisht. Leonida, të përshëndes, në këto momente që flasim, a janë vënë flakët nën kontroll? Përshëndetje Katana, në fakt prej disa orë këtu me flakët, zjarrfikësit kanë mundur që të stabilizojnë situatën për të vënë në kontroll të gjitha flakët që ishin përhapur, po thuajse në komplet tregun i cili ndodhet në lagje numër 13 të qytetit të Durrësit, i cili shërben si treg që në orët e pasdites tregtarë të ndryshëm ambulant ngrejnë tezgat e tyre pranë si tregu dhe më pas i tregtojnë ato tek turistë shumë të cilët frekuentojnë këtë rrugë në lagje numër 13 të qytetit të Durrësit, të cila është edhe një rrugë bregdetare. Si që thamë edhe pak më parë, në orët e pasdites, rreth orës 16:00 pikërisht në këtë treg, faqen flakët e para, por situata ka agravoar edhe më tepër në momente që qyteti i Durrësit në ato orë është përfshirë nga një erë fuqishme ku po pasojë dhe flakët janë shpërndarë pothuajse në të gjithë territorin e tregut, i cili është i përbërë nga struktura, druri dhe të cilat marrin zjarr në një kohë rekord. Janë shumë të ndjeshme ndaj flakëve të cilat i përpin në atin e paka minutave. Mbi të gjitha kishte edhe produkte veshmbate, të cilat e kanë ndihmuar gjithashtu zjarrin dhe flakët të prapen me shpejtësi akoma dhe më të madhe, por për fat të mirë ndonte patën një situatë vërtet alarmante, për fatën e mirë nuk patëm të lënduar në njerë. Në vendin e ngjarjes, në hakun e pak minutave mbritën në numrin i madh mjetër zjarrfikëse dhe forca të shumta të reparteve të ndryshme të zjarrfikëse dhe të dy të Durrësit, ato të autoritetit portual të repartit zjarrfikëse të Durrësit, nga Kavaja, por edhe nga Bora, kanë ardhur në mbështetje ku në këto momente që po flasim, rreth 3 orë betejë në flakët kanë mundur që ta stabilizojnë situatën. Aktualisht në situatë të qetë, ndodhemi në procesin dhe temit të fundit të repartit zjarrfikës, ku po monitorohet me rreptësi që mos ketë vatra të tjera të cilat mund të vijnë për gjatë orëve të natës dhe pothuajse kemi një situatë krejtësisht të normalizuar. Për të përket shkakut të zjarrit, dyshoj të kemi pasur një shkëmbje elektrike pikërisht në një prej kabinave të cilat shërben këtë treg të vogël i cili ndodhet në lagje numër 13, megjithatë këto janë dyshimet e para. Grupi i tij ndodhet akoma në vendin e ngjarjes, ka ekspert nga OSHE-ja, janë ekspertë së policisë, nga reparti i zjarrfikës, të cilët do të konkludojnë në orët e bona për të thuar të shkakun e rënies së këtij zjarri në këtë treg i kundrejt më pak parë, ndodhet në një zonë bregdetare, por për fat mirë nuk pati të lënduar në njerëz. Faleminderit Leonida për raportimin e drejt për drejt.
Lert Haxhiu është vënë në izolim të plot në burgun e Drenovës në Korçë. Drejtoria e Përgjithshme e burgut ka kryer një kontroll të beftë, përgjatë të cilit të dyshuarit si drejtues i një grupi kriminal ju gjend një telefon në qeli. Haxhiu, i dënuar për jetë për masakrën e Lushnjës, është ekstraduar nga Greqia një vit më parë për të përballur me drejtësinë edhe për disa krime të rënda, si vrasje dhe plagosje. I penduari Artan Tafani, dikur bashkëpunëtori Lert Haxhiut, ka rrëfyer për SPAK krimet e kryera, duke zbardhur disa ngjarje të rënda kriminale. Lert Haxhiut, i njohur për një seri ngjarjesh kriminale, është gjetur një celular në qeli në burgun e Drenovës. Mësohet se ka qenë një kontroll blic nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, ndërsa ka nisur edhe një hetim se si ka mundur Lert Haxhiu që të fusë brenda burgut telefonin që tashmë është sekuestruar nga policia. Pas kësaj, Lert Haxhiu është izoluar, ndërsa siç mëson ABC News, për të mund të aplikohet edhe regjimi i izolimit total 41 bis. Ndërkohë, celulari Lert Haxhiut pritet që të zbërthehet për të parë komunikimet dhe kontaktet që ai kishte në këtë aparat. Lert Haxhiu ekstradua me 3 korrik të vitit të kaluar nga Greqia, një vit pasi ishte arrestuar në shtetin fqinj. Haxhiu njihet si kundërshtari i shkrehut të bandës së Lushnjës Aldo Bare dhe u dënua për jetë për masakrën e Lushnjës në vitin 2017, ku mbetën të vrarë Zamir Latifi, Miki Bares dhe Jurgen Hoxha. Ndërkohë, vitin e kaluar, prokuroria e posaçme SPAK mbylli hetimet ndaj grupit të strukturuar kriminal me bazë në Lushje të drejtuar nga Lert Haxhiu, që akuzohet se ndërmori një seri krimesh të rënda. Konkretisht në gjykim ka kaluar çështja penale në ngarkim të 9 të pandehurve, të akuzuar për bashkëveprim në formën e veçantë të grupit të strukturuar kriminal. Sipas SPAK, në krye të këtij grupi qëndron i hetuari Lert Haxhiu, i cili drejton organizatën me veprimtarinë kriminale. Të pandehurit akuzon për kryerjen e 15 krimeve gjatë periudhave prill 2021, maj 2023, konkretisht për 5 vrasje, nga të cilat një e mbetur në tentativë, 4 raste të shkatrimit të pronës me eksploziv, vjedhje me armë dhe sigurim kushtesh për të kryer vrasje. Lirohet nga qelia drejtuesi i mjetit që u përfshim në aksidentin me 3 të miturit me monopatinat mërkurën në Tiranë. Gjykata ka caktuar masën e sigurisë arrest në shtëpi për 41 vjeçarin Ekrem Skureni. Gjatë seancës, shoferi ju kërkoi ndjes familjarëve të fëmijëve të lënduar, njëri nga cilët vijon të jetë në gjendje të rëndë në spitalin e traumës. Ndërkaq në Tiranë këtë të diel u regjistrua një tjetër aksident ku një 17 vjeçar me monopatin u përplas nga një mjet, por fatmirësisht me dëmtime të lehta. Gjykata e Tiranës ka vendosur masën e sigurisë arrest në shtëpi, duke liruar nga qelia 41 vjeçarin Ekrem Skureni, drejtuesin automjeti që aksidentoi 3 të mitur disa ditë më parë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Para togave të zeza, Ekrem Skureni kërkoi falje për familjarët e 3 të miturve që ai aksidentoi, ndërsa uroi atyre shërim të shpejtë. Ngjarja ndodhi me 25 qershor ku 3 fëmijë të mitur të moshave 9 dhe 11 vjeçare, duke lëvizur me 2 monopatina elektrike, kaluan rrugën me semafor të kuq. Në atë moment, mjeti tip Renault i drejtuar nga Skureni dhe në shërbim të një kompanie private i përplasi. Të mitur mbetën të plagosur rënd dhe u dërguan me urgjencë në spital. 9 dhe 11 vjeçari që ishin në pavion kanë lënë ambientet e spitalit në gjendje më të mirë shëndetësore, ndërsa i mituri tjetër 11 vjeç vijon në gjendje të rëndë shëndetësore në reanimacion. Ekspertiza rrugore konfirmoi se frenimi ndodhi me vonesë dhe nuk u shmang dot përplasja fatale. Ekrem Skureni u arrestua pas ngjarjes dhe në seancën e zhvilluar të dielën, gjykata vendosi ta lërë në masën e arrestit në shtëpi për veprën penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor. Ngjarja ka trenditur opinionin publik dhe ka ngjallur debate mbi sigurinë rrugore, përdorimin e monopatinave nga të miturit, si dhe mungesën e përdorimit të kaskave mbrojtëse. Ndërkohë, edhe të dielën, një 17 vjeçar u përplas nga një makinë teksa lëvizte me monopatin pa kaska mbrojtëse. Policia për këtë rast ka vënë në hetim në gjendje të lirë shoferin e makinës, ndërsa 17 vjeçari ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. 226 uniforma blu janë në proces verifikimi dhe hetimi nga ana e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore pas ankesave të paraqitura këtë vit nga ana e qytetarëve pranë këtij institucioni. Shumica e tyre janë punonjës të rolit bazë që kanë kontakt drejt për drejt me qytetarët. Vetëm këtë vit, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka referuar në prokurori dosjet për 28 efektiv të forcave shqiponja për shkeljet e kryera në raport me qytetarët.
152 qytetarë janë drejtuar pranë Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore dhe kanë depozituar ankesat e tyre në lidhje me 226 punonjës policie që nga janari deri në qershor të vitit 2025. Sipas të dhënave që ABC News ka siguruar nga institucioni që mbikëqyr efektivet e policisë, 51 ankesa janë për policët me grada niveli paradrejtues, pra kryekomisar, komisar dhe nënkomisar. Postet që ata mbajnë janë shefa dhe zëvendës shefa komisariatesh apo shefa krimesh. Nga 226 efektiv të policisë pranë strukturave blu, të cilët janë në hetim nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, 168 prej tyre janë efektiv të cilët punojnë çdo ditë në terren dhe janë përballë qytetarëve. Por nuk mungojnë as policët civil për të cilët ka 3 raste ankesash nga qytetarët, që po hetohen nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Vetëm në gjysmën e parë të vitit 2025, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka referuar dhe hetuar 10 raste ankesash nga qytetarët për 28 policë të Shqiponjave, të njohur ndryshe si Sigjetat e Tiranës, 2 prej cilëve rezultojnë niveli paradrejtues dhe 26 të tjerë niveli zbatues. Sipas ankesave të referuara, veprat penale që kanë rënduar mbi ta janë kryer e veprimeve arbitrare dhe për kjo që mban dhe numrin më të lartë të referimeve, drejtimi i automjetit në gjendje të dehur apo pa dëshmi, plagosje e lehtë me dashje, shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe kanosje e shkatrim prone. Nga 28 punonjës policie të forcave shqiponja që kanë qenë në hetim, një prej tyre është arrestuar në kushtet e flagrancës dhe për 3 të tjerë është ekzekutuar masa e sigurisë, pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik. Ndërkohë gjatë vitit 2024 rezultojnë që janë arrestuar 163 efektiv nga sektori kufirit, policia rrugore e hetimit të krimit dhe patrullës së përgjithshme, nga 444 raste që janë hetuar. Shkiljet e evidentuara më së shumti nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore gjatë vitit të kaluar kanë qenë korrupsioni, shpërdorimi i detyrës apo përfshirja efektive me personazhe të botës së krimit. Pas Tiranës, ku nuk ndryshoi rezultati i zgjedhjeve të 11 maj, të hënën do të nisë rinumërimi për qarkun e Fierit, edhe në këtë qark Sali Berisha, që kërkoi rihapjen e kutive, nuk ka asnjë mundësi për të shtuar mandat. Partia e Lapajt mund të marrë një mandat të socialistëve nëse arrin të rikuperoj 518 vota. Por në pikpyetje është edhe hyrja në parlament e Zegjine Çaushit, që ka vetëm 64 vota më shumë se kolegja e saj në listën e kandidatëve. Fundi i qershorit me rinumërimin e Tiranës nuk prodhoi asnjë lajm, përveç se tregoi se Partisë Demokratike i ishin shtuar më shumë vota se çdo parti tjetër, ndërsa fillimi i korrikut të paktën do të ketë një lajm dhe në çdo rast ai do të ketë titullin. Ku është ajo Sara? S'është këtu, as Zeqineja s'janë këtu ato. S'kan ardhur akoma. Hapja e 587 kutive të Fierit do të tregojë nëse ylli i fushatës së socialistëve në qarkun e dytë më të madh në vend do të jetë apo jo në parlament. Jurisja 26 vjeçare nga Roskoveci bëri bashk Partinë Demokratike dhe nismën Shqipëria Bëhet për të tentuar për të hequr mandatin asaj. Në fakt, Zegjineja e ka fituar betejën ndaj të dyjave. Rivalitetin e vetëm e ka brenda listës së Partisë Socialiste. Vetëm 64 vota e ndaj nga kolegja e saj socialiste Maldrita Bardho. Dhe në rast se provohet se Zegjines janë shtuar më shumë se 64 vota nga komisionerët, atëherë ajo do të mbetet jashtë parlamentit. Edhe gara tjetër është po brenda listës së Partisë Socialiste. Kryetari i Degës Ramion Kurti rrezikohet nga kolegu i tij Dimitër Kruti, dhe pse diferenca mes tyre është 219 vota. Por Partia Demokratike që kërkoi rinumërim në Fier, vetë është në qell të hapur, pasi për të fituar një mandat më shumë i duhen edhe 8500 vota, po aq i duhen Partisë Socialiste për të shkuar 13. Shanset me subjekteve politike i ka vetëm nisma Shqipëria Bëhet, e cila mori 5% të votave, por i duhen edhe 518 vota më shumë. Kandidati Azmer Duleviç i Adriatik Lapajt shpreson të rikuperojë të paktën një vot për çdo kuti të Fierit dhe mjafton që Partia Socialiste të mos fitojë më shumë vota e mandati përket atij, por edhe në këtë rast, mandati nga Partia Socialiste nuk e humbet Zegjine Çaushi, për shkak të kuotës zgjinore e humbet kandidati mashkull më pak i votuar, në këtë rast Ramion Kurti. Mi i shqetësuari nga të gjithë për rinumërimin në Fier, duke drejtuesi politik demokrat Gazbardi. Halli i parë është certifikimi i humbjes më madhështore të Partisë Demokratike në Fier ndër vite. Halli i dytë është Zegjineja, por ajo e siguron se do të jenë bashkë në shtator në parlament, sepse e kërkon doktori i madh.
Mendon Saliziu dhe sulet në parlament e më kërkon mua. Ku është Zigjineja, thot? Ku është ajo që ta hekuros një Ergazin? Më kërkon mua. Është thirrje për ndihmë ajo që thot Saliu? Do ndihmë nga unë, se i është bërë Gazi si zombi në për filma. Zona e Prespës, buzliqenit me të njëjtin emër në juglindit të vendit po tërheq turist në natyrën e bukur, sportet ujore, freskin dhe gatimet tradicionale. Shumë familje të Prespës po orientohen drejt bujtinave dhe restoranteve për pritjen e vizitorëve. Një përvojë unike eksplorimi, aventurë në natyrën breslënse, trashëgimi e pasur kulturore, ndërthurur me magjinë e liçenit, janë këto elementë turistik që po tërheqin gjithnjë dhe më shumë vizitorë në Prespë. Sportet ujore kombinuar me kamping dhe eksplorim të zonës i bëjnë pushime në Prespë një eksperiencë për te të zakonshmes. Është një motiv për të ecur ndryshe drejt Korçës dhe drejt rrethinave të saj. Ajo që e bën të veçantë është shëtitja me kajak. Ke mundësinë përveç se një pikniku në natyrë të quajmë që secili mund ta bëjë gjatë fundjavës, ke mundësi të njihesh me njerëz që i kanë qef sportet për më tepër, të mbledhurit së bashku, kështu që është një mënyrë shumë e mirë për të promovuar edhe zonën. Investimi për ndërtimin e plazhit ekologjik publik në Zaroshk, fshati që shtrihet në krah të ishullit të Maligradit, e ka pasuruar ofertën turistike të Prespës. Plazhi ranor, mundësia për të ngritur kampingje, por dhe kulinaria e veçantë dhe traditat lokale, kanë krijuar një ambient pikpritës për të gjithë ata që zgjedhin Prespën për pushime. Është të siguruar dhe sistemi kanalizimeve këtu, edhe energji elektrike. Kam qenë në kontakt të vazhdueshëm me operatorët që operojnë këtej, edhe po shohim që ka një trendi në rritje edhe një vazhdimsi. Besoj se edhe kuriku edhe gushti, se edhe klima këtu, kuptohet që nuk është as shumë nxehtë, por është tamam një mikroklim që njerëzit preferojnë që të bëjnë një vizitë në Prespë. Rritja e numrit të vizitorëve vendas dhe sidomos të huaj ka orientuar ekonomi lokale drejt turizmit familjar, çka ka shtuar strukturat akomoduese në Prespë, një nga destinacionet më interesante të juglindjes. Shumë turistë të huaj që vinë në kryeqytetin shqiptar vizitojnë edhe mozaikun e Tiranës. Monumenti i trashëgimisë kulturore i zbuluar mbi gjysmë shekulli më parë është restauruar së fundmi, dëshmi e një vendbanimi të shekullit të tretë pas Krishtit, ai mbetet një thesar arkeologjik për kryeqytetin. Në mesin e pallateve të periudhës së diktaturës dhe ndërtimeve të reja të pas viteve 90, ndodhet një nga sitet arkeologjike më të veçanta në Shqipëri, mozaiku i Tiranës, i cili dëshmon vendbanimin e hershëm të kryeqytetit. Ky mozaik është një atrakcion i veçantë i kryeqytetit, ndërsa restaurimi i tij pritet ta kthejë në një pikë kyçe të hartës turistike të Tiranës. Monumenti i trashëgimisë kulturore i kategorisë së parë ndodhet pranë Zokut të Zi në Tiranë. Këta detyrim vizitojnë Shqipërinë për herë të parë. Një nga ndalistat e tyre gjatë vizitës në kryeqytet ishte edhe mozaiku. From Denmark, Copenhagen. Kemi ardhur nga Danimarka. Do të qëndrojmë 2 ditë në Tiranë dhe më pas do të shkojmë në plazh, Durrës dhe Vlorë. Tirana është qytet shumë interesant. Ka një kombinim të godinave të vjetra me ato moderne. Këtë sitin arkeologjik e zbuluam krejtërasisht teksa ishim duke ecur këtu pranë. Nga jashtë rrethimit duke shumë interesant, një vendbanim antik dhe u bëm kurioz për ta parë nga afër. Mozaiku i Tiranës u zbulua në vitin 1972. Gjatë punimeve për ndërtimin e bllokut Partizani u gjetën rënojat antike. Është një pasuri e rradhë kulturore, le të themi jo vetëm për qytetin e Tiranës, por edhe për gjithë Shqipërinë,
Ky mozaik daton pas shekullit të 3 mbas Krishtit, pra le të themi vitet 300-400 dhe përfaqëson një vilë rustike dhe ka një gjurmë paleo-kristiane, duke qenë se tu kemi patur dhe kishën dhe kemi shumë mbishkrime të kahershme romake. Stelat e varrit që janë gjetur këtu, pra duke qenë se pretendohet që ka qenë një kish, ka patur dhe varreza. Gjetja më interesante është amorfa, që është le të themi e pozicionuar atje në hyrje të mozaikut, pasi pretendoheshe që ka qenë përdorur për të mbajtur konservuar ushqimet në freskut. Po ashtu kemi dhe pitosin apo dhe shumë gjëra të tjera, objekte të tjera që kanë qenë të përdora, duke qenë se ka qenë vilë rustike, vilë bujësore për të bërë rushin, për të bërë shtypur ullirën e gjetjes së kësaj natyre. Monumenti arkeologjik më i vjetër i Tiranës është nështruar një restaurimi, me qëllim për të krijuar kushtet e një hapësire të përshtatshme për të vizituar, por duke ruajtur gjithashtu vlerat e trashëgimisë kulturore që përfaqëson. Është bërë dhe një strehë që e mbron mozaikun nga të gjitha agjendat atmosferik, shiu, bora apo e nxehti, dhe praktikisht konservohet në mënyrën më të përshtatshme. Hapësira e re është krijuar për të shërbyer jo vetëm si muze, por dhe si qendër edukimi për të gjitha grup moshat. Të gjithë mozaikët të sillen në formë fizike, po edhe në formë digjitale, që të kenë mundësi që të gjithë turistët ta shijojnë të njohin vlerat e mozaikëve që ne kemi në Shqipëri. Kurse këtu jemi në fazën e tretë, pra praktikisht në katin e dytë të ndërtesës, dhe këtu kemi menduar që të gjithë aktorët që janë të interesuar, që merren me pjesën e trashëgimisë kulturore, me pjesën e kulturës, arkeologjisë, mund të vinë dhe të organizojnë seminare të ndryshme, trajnime, konferenca. Vizitorët më të shpesh të mozaikut të Tiranës janë turistët e huaj, por dhe studentët. Aktualisht hyrja është falas dhe së shpejti do të përcaktohet edhe një tarif, ndërsa kërkesat për të vizituar thesarin arkeologjik më të çmuar të historisë antike të Tiranës janë të larta. Ishte gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Të tjera zhvillime mund t'i ndiqni në faqen zyrtare abcnews.al, ABC News e ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj.